Zonja ambasadore, mirë se erdhët në Kanada dhe urime për emrimin tuaj. A jeni e kënaqur me këtë detyrë? Mirë se ju gjej dhe faleminderit për urimet. Sigurisht që ndjem shumë e kënaqur me këtë detyrë. Mendoj se është një vlerësim jashtëzakonshëm për punën e çdo diplomatit karrierës. Për mua të qenit ambasadore përpos privilegjit është edhe një obligim, një sfidë për të përmbushur me nder e dinjitet përfaqësimin e vendit në Kanada. Mund të na thoni dy fjalë, cila ka qenë detyra juaj e mëparshme dhe në përgjithësi me çfarë jeni marrë përpara se sa të hynit karrierës diplomatike? Patjetër. Përpara se të merrja këtë mandat, unë kam mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme detyrën e drejtores së drejtorisë për Italinë, Greqinë, Turqinë, Vatikanin, Maltën dhe Kiprin. Sigurisht që ka qenë një detyrë vërtet impenjative për nga dinamika dhe spektri i përmbajtjes, pasi vendet që përmenda më lart kanë një rëndësi dhe vend posaçëm në programin e qeverisë shqiptare dhe politikën rajonale të Shqipërisë. Përpara angazhimit tim në shërbimin e jashtëm, unë kam gjithashtu dhe një karrierë akademike që vazhdoj edhe sot dhe që ka të bëjë kryesisht me filologjinë, letërsinë e krahasuar dhe diversitetin kulturor. Për çfarë jeni arsimuar ju, nëse më lejohet t'ju pyes? Unë kam mbaruar fakultetin për gjuhë huaja, gjuhë shqipe dhe gjuhë frënge, dhe më pas kam mbrojtur një doktoraturë në Universitetin e Bukureshtit për letërsitë krahasuar. Shumë faleminderit. Edhe një pyetje në lidhje me objektivat tuaja këtu në Kanada si ambasadore. Keni ndonjë agjend të veçantë? Pa diskutim. Në rast të parë për të përgjigjer kësaj pyetje, dëshiroj të evidentoj faktin që marrëdhëniet politike mes Shqipërisë dhe Kanadas janë të shkëlqyera. Ato bazohen në një njësi të konsoliduar dhe në një partneritet të ngushtë si dy vende aleate në NATO dhe gjithashtu karakterizohen nga një bashkëpunim i ngushtë të palësh me spektër të gjerë. Kështu që platforma ime punës bazohet pikërisht mbi këtë trashëgimi. Dhe objektivi im parsor do të mbetet nxitja dhe thellimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë. Sigurisht që stadi i marrëdhënieve bën të nevojshme rritjen e kontakteve politike në nivel të lartë, por edhe në nivele të tjera. Gjithashtu, dimension parsor i punës sime do të mbetet intensifikimi i bashkëpunimit ekonomik, veçanërisht në drejtim të shtimit dhe të tërheqjes investimeve kanadeze në Shqipëri. Ju e dini që në Shqipëri operojnë disa kompani prestigjioze kanadeze që përpos kontributit të drejtë për drejtë në ekonominë shqiptare kanë vënë në zbatim standardet më të mira të biznesit, ndërthurur me përgjegjësitë sociale dhe mjedisore, për cilat leadershipi dhe ekspertiza e Kanadas janë të njohura në shkallë botërore. Së shpejti kam kënaqësinë të njoftoj që ambasada në bashkëpunim me dhomën e tregtisë dhe të industrisë së Tiranës do të organizojë në Toronto dhe Calgary një forum përbashkët ekonomik, i cili do të shërbejë për të prezantuar oportunitetet që ofron biznesi shqiptar dhe ekonomia jo në përgjithësi për tërheqjen e investimeve të reja kanadeze në vend. Sigurisht që në vëmendjen time do të jenë edhe zhvillimi i bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe të kulturës, ku mendoj se ka shumë hapësirë për nxitjen e shkëmbimeve dhe kontakteve mes universiteteve dhe botës akademike. Një vend të privilegjuar në këtë rast objektivave që sapo ju rendita, po edhe platformës sime të punës, do të kenë padyshim shqiptarët e Kanadas. Unë i shoh me shumë krenari jo vetëm si një urë fort miqësie mes dy vendeve, por edhe si një potencial shumë i fuqishëm për mbarvajtjen dhe thellimin e bashkëpunimit të palësh. Përpara nisjes sime në Kanada, unë mora porosi të posaçme nga presidenti i Republikës, kryeministri Berisha dhe ministri i jashtëm Haxhi Nasto për të qëndruar sa më afër komunitetit të këtushëm të bashkëgazetarëve tanë, jo vetëm në drejtim të ruajtjes dhe forcimit të lidhjeve me DEUNAM, por edhe në drejtim të identifikimit të akthyre hapësirave ku shqiptarët mund të bëjnë pjesë e dinamizimit të marrëdhënieve të gjithanshme shqiptaro-kanadeze. Diaspora e këtushme do të ketë gjithashtu mbështetjen time të plotë dhe të gjithë stafit të ambasadës për pasurimin e jetës së saj kulturore, zhvillimin e rimtërimeve të larmishme, ruajtjen e gjuhës, traditave dhe lidhjeve të natyrshme me vendlindjen. Në një intervistë me pasqyrën shqiptare, kryeministri i vendit Sali Berisha ka premtuar që gjatë mandatit të tij do t'u jepte shqiptarëve të drejtën e votës. A mendoni se ky premtim do të mbahet gjatë mandatit tuaj si ambasadore këtu në Kanada? Unë dëshiroj të siguroj se ky është një proces shumë i rëndësishëm dhe angazhim kyç i qeverisë shqiptare për të bërë pjesëmarrësh bashkëgazetarët tanë kudo që ndodhen, jo vetëm në proceset zgjedhore, por edhe në jetën politike sociale të vendit në përgjithësi. Prandaj besoj se ky është një premtim
aplikimi do të përmbushet shumë shpejt, ashtu siç filloi të bëhet së fundmi realitet dhe procesi i aplikimit dhe pajisjes me pasaporta biometrike për qytetarët tanë që jetojnë në komunitetet mëdha në Greqi, Itali, me synimin për ta zhvendosur edhe këtu në Amerikën e Veriut. Po hapja e një zyre konsullore në Toronto shihet nga ju si një objektiv i realizueshëm? Padyshim, një nga detyrat kryesore të përfaqësisë Ottawa është kryerja me cilësi e funksioneve konsullore për komunitetin e shqiptarëve. E duhet thënë që deri më tani zyra jon konsullore ka përballuar me efikasitet gjitha kërkesat dhe shërbimet e duhura për gjithë bashkëdhetarët tanë. Një zyrë konsullore në Toronto mbetet gjithsesi një nevojë që mund të konkretizohet, konfigurohet më tej, jo vetëm për numrin e madh shqiptarëve aty, por edhe në varësi të proceseve specifike, siç janë procesi i aplikimit me pasaporta biometrike e tjerë. Kështu që kjo mbetet një çështje për të parë në varësi të këtyre proceseve. Kur keni mbritur në Kanada, zonja ambasadore? Unë kam plot 2 javë sot, në datën 15 maj kam ardhur në Kanada. Si po ju duket Ottawa? Besoj se vetëm Ottawa keni parë deri tani. Po patjetër, është një qytet shumë i këndshëm, me shumë parqe dhe që mund ta shijosh shumë me këtë pranverë në Lulzim. Juve jeni zhvendosur vetëm apo bashkë me familjen tuaj? Nëse më lejoni, cila është përbërja juaj familjare, zonja ambasadore? Patjetër, unë jam e martuar me Arianin që për mua është shoku i dashur jetës, për cilin kemi gjithë nevojë kur kalojmë nëpër këtë jetë. Pres që ai të vijë së shpejti, sepse unë nuk dëshirova nga ceremonitë që kishin një afat të vija më përpara. Meqense po flas për familjen, një pjesë e patjetër sushme është edhe familja ime e gjakut, nëna dhe 3 motra e mia, që janë çdo ditë një burim frymëzimi për mua dhe me cilat më lidh një dashuri e madhe. Pjesë e familjes është edhe babai im i ndjer, që mbetet një njerëz i paruar për mua dhe cili deziroi shumë gjëra në rrugën time jetësore dhe profesionale. A do të kemi rast ju shohim së shpejti mes shqiptarëve në Toronto? Unë planifikoj të zhvilloj së shpejti një vizitë në Toronto për të takuar dhe njohur nga afër me gjithë ju, me bashkëdhetarët e atyshëm. Edhe më besoni, është një moment që e pres me shumë emocion. Unë ju falenderoj shumë për kohën, por nuk mund të largohem edhe pa një pyetje tjetër. Para disa ditësh kolegët tanë në Tiranë i morën ish ambasadorit zotit Besnik Konçi një intervistë mbas 5 vjetësh që ai shërbeu këtu. Keni diçka për të thënë për punën e tij? Domethënë keni gjetur diçka mbi të cilën juve do të vazhdoni të punoni apo do të filloni gjithçka nga e para? Pa diskutim. Në rast të parë puna në diplomaci është vazhdimsi. Se unë e thash edhe në fillim të kësaj interviste, çdo kush që vjen dhe këmbehet ka si bazë trashëgimlin e lënë pas dhe domethënë puna e pararësit tim do të jetë gjithashtu një piknisje për më tej. Gjitha çka janë realizuar në bashkëpunimin shqiptaro-kanadez janë të njohura, dhe kështu që në këtë sens ka një vimësi. Unë gëzohem shumë që pata rastin të flas me ju dhe më vjen mirë edhe për diçka tjetër që në stafin drejtues të ambasadës shqiptare në Kanada vihet një grua. Kjo tregon edhe për emancipimin e shoqërisë shqiptare në një farë mënyrë apo jo? Patjetër. Kjo është një kënaqësi e veçantë edhe për mua, në pjesë e përmbushjes time profesionale, por edhe nga pikpamja njerëzore. Kështu që uroj dhe do të bëj gjithçka që ta shfrytëzoj më së miri këtë eksperiencë këtu në të mirë të marrëdhënieve të palshe, por edhe të mbarvajtjes dhe jetës kulturore të diasporës së këtushme. E gjej rastin që t'ju përgëzoj dhe juve për punën që kryeni, edhe përçimin e informacioneve me televizionin dhe radion që presti një nga afër. Faleminderit dhe mirëarshi në Toronto. Mirëmëngjes, mirupafshim.